Profesori i ndërmarrësisë dhe biznesit familjar Veland Ramadani thotë se për një biznes të suksesshëm dhe ekonomi të qëndrueshme është thelbësor bashkëpunimi i ngushtë mes biznesit, universiteteve dhe qeverisë. Ai në emisionin 21 Prime tha se ky bashkëpunim duhet të jetë real dhe jo thjesht formal. Për të pas biznes të suksesshëm, është e domosdoshme funksionimi, ne i themi, të asaj bazikës, të është triple helix. Biznes, universitet, qeveri. Dhe pa një bashkëpunim të kësaj treshës, nuk kemi as biznes të suksesshëm që nuk kupton as ekonomi të qëndrueshme. Se lidhja biznes me universitet e fuqishme, jo vetëm deklarative, apo si çdim ne shpesh t'i bëjmë, t'i nënshkruajmë disa memorandume bashkëpunimi në letër dhe të përfundojë gjithçka në sirtar, ku bizneset bashkë me universitetet do krijojnë programe të nevojshme për tregun e punës, do krijojnë programe që përgatisin kuadrat më së miri që dinë t'i plotësojnë nevojat e kompanive dhe t'u japin përgjigje kërkesave të tregut, dhe të dyja bashkë në bashkëpunim me komponentën e tretë qeverisë të ndërtojnë politika zhvillimore. Sipas Ramadanit, politikat për sipërmarrje në Ballkanin Perëndimor janë të ngjashme dhe shpesh kopjohen mes vendeve, por dallimi qëndron tek fryma ndërmarrëse. Ai shton se kosovarët veçohen për shpirtin më të theksuar sipërmarrës. E para, do veçoja se te afaristët kosovar, ballafaqimi me rrezikun është më i theksuar se të gjithë tjerës. Shumë më lehtë marrin vendim për të kyç biznes krahasimisht me të tjerët. Pastaj, ndoshta se dominon popullata e re, janë më inovativ, dhe shpesh në rangime ndërkombëtare, sidomos në sektorin e ICT-s, pra teknologjive informative dhe të komunikimit, ata rangohen shumë lart. Edhe pse teknologjia po avancon, nuk duhet hartuar se pas saj qëndron njeriu, shton Ramadani. Sipas tij, kompanitë nuk duhet të ngurojnë të investojnë në kuadro të mirë, sepse kapitali njerëzor është pasuria më e vlefshme e çdo biznesi.